Plata za koji mjesec zemate prašuam? Za septembri. Pa za septembri ja za mart zemave. Za avgust ja septembri. Pa ja za mart zemave, drugare. Da. Za mart zemav сега, pa za koji mjesec mi dale pari? Možda ne vikaš. Një preskonferencë e thirrur nga transportuesit privat për shkak të borxhit që u ka ndërmarrja e qarkullimit publik u kthye në një përleshje verbale mes transportuesve privat dhe drejtorit të NQP-s Dragi Kushovski, i cili befas ju bashkua konferencës. Transportuesit privat thonë se nuk kanë marrë pagë 6 muaj dhe se borxhi total ndaj tyre është mbi 170 milion denar. Ata porosisin që nëse nuk paguhen deri të hënën, do të detyrohen të reduktojnë autobusët. Jasno je, povekët, jasno je, neka ne možemo... Është e qartë se nuk mund të durojmë më. Për shkak të qytetarëve, e përsëris, do të punojmë deri të hënën, shpresojmë në mirëkuptim se do të na paguan paratë dhe ne do të vazhdojmë. Nuk ka asnjë politik, problemi vetëm janë paratë. Drejtori Dragi Kushovski pranon se ka borxh, por këmbgul se borxhi po zvoglohet prej kur ai është në krye të NQP-s. Sprema privatните prevoznici se plaća. Ndaj transportuesve privat po paguan borxhet me mundësi tona dhe që kur kam ardhur unë borxhi është zvogluar. Borxhi nuk është as sa thonë ata. Mendoj se duhet të ndalojmë se manipuluarit qytetarët edhe se ndërmarrja e qarkullimit publik i lëshon të gjitha autobusët të vozisin. Mungesë autobuseve, jemi të vetëdijshëm se ka. Borxhi është rreth 60 milion denar. Ti kažem дека долгот се намалува, не дека не се намалува, стои долгот. Јас не ти должам пари, JSP ti должи пари. Не разбираш, да. Па јас сум JSP. Me muaj të tërë, qytetarët po përballen me mungesë të autobuseve dhe janë ata që i vuajnë pasojat më të mëdha nga këto mosmarrëveshje mes transportuesve, NQP-s dhe qytetit të Shkupit.